Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala shafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falëndërojmë, salamat dhe salavatet qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndoshta jemi duke folur në lidhje me kapitullin e nikahut, kapitullin e martesës, dhe në ligjratat e kaluar kemi rri deri tek mehri. Kemi të tregu ato në ligjratën e kaluar, cilën ato kurzimet e lejune në martesë, të palejunet, edhe cilat janë ato që janë e bëjnë martesën e pavlefshme, po ashtu kemi folur në lidhje me ato llojet e martesave të pavlefshme. Kemi mbet tek kapitulli i mehrit. E mehri është një pjesë shumë e rëndësishme e martesës, është pjesë e detyrueshme e martesës. Nga njëherë edhe varet edhe vlefshmëria e aktit të martesës. Varet edhe vlefshmëria e aktit të martesës, pra marrëveshjes së martesës mes burrit dhe gruas. Fillimisht duhet t'i bëjmë disa parahyrje, disa sqarime, para që t'i tregojmë mas nëna dispozita gjejtëse një çështje me mehrin, se kur i takon një plot gruas, kur i takon përgjysëm në rast të divorcit. Pra zakonisht te kapitulli i mehrit fillimisht tregohet dispozita, pastaj vijnë ato rastet, komplikimet që ndodhin prej martesës. Fillimisht duhet ta kemi parasysh që mehri është pjesë, është një dhuratë e detyrueshme që burri obligohet t'ia jep bashkëshortes, dhe kjo i takon tërësisht bashkëshortes. Dhe nuk i takon, sipas mendimit më të saktë, kujdestarit të vajzës, apo këtë rast për shembull mund të jetë baba apo vllau, agja, kështu me radhë, varsisht kush janë prezent në familjen e saj. Pra është dhuratë e obligueshme për vajzën dhe është pronësi e tërësishme e vajzës, e nusës. Allahu i lartësuar thotë: "Wa atun nisaa sadaqatihin nihla." Ja u jepni me gjithë zemër dhuratën e martesës, dhuratën e kurorëzimit grave të juaja. Pra fjala mehri është si dhuratë në këmbim të kënaqësive të marrëdhënieve intime që i merr burri prej gruas së tij. Kjo është domethënë ajo përkufizimi i saktë. Sa duhet të jetë mehri? Preferohet të jetë mehri i thjeshtë, të jetë modest. Ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka preferuar një gjë të tillë në hadithin e Aishës, ku thotë radhiyallahu anha që gratë më të përqendshme janë ato që kanë më së paku shpenzime, pra nuk e lypin mehrin e madh. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Sehlit, kur e ka martua atë gruan, për të i ka thonë: "A ke meher?" Ka thonë: "Jo." "A ke diçka që kam i dhon?" Ka thonë: "Jo." Atëherë i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Iltamis walau khatiman min hadid." Kërkoje qoftë edhe një unaz prej hekuri. Që unaza për hekri nuk e ka atë vlerën që e ka prej argjendi apo prej ari që më jap si vlerë. Mirë po një shumë simbolike, qoftë edhe një dhuratë simbolike, është e patjetër që duhet më kon. Pastaj as ata nuk e gjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e udhëzon që më ia dhon si dhuratë pjesën e këmbimit të mësimit, pra më ia kryen një shërbim. Pastaj këtu është diskutimi i dietarëve, sa a lejohet të jetë mehri diçka si mësim i ndonjë shkence kështu me radhë. Autori dhe në mëdhëb është e lejuar një gjë e tillë, pra t'i ofrohet si meher mësimi i Kuranit, mësimi i gjuhës arabe, mësimi i diçkafit, si këmbim të mehrit. Mirë po, Sheikh Saad al-Khathlani e përmend një çështje më rëndësi tek çështja e kurrëzimit, edhe kemi përmendur në ligjratën e kaluar që nuk kalohet tek shërbimi vetëm nëse mungon, domethënë mundësia për mi arrit mehrin, më kon sikur vlerë monetare, ose mund të jetë pronë, ose mund të jetë veturë, ose kështu me radhë. Pra kjo domethënë nuk kalohet tek çështja që më mësu ose më jap një shërbim të mësimdhënies, përveç se nëse nuk ki mundësi, domethënë me gjetë ose nuk ki parë, ose nuk mundesh me gjetë një çështje materiale për m'ia ofruar me vlerë. Domethënë kjo duhet të pas parasysh. Allahu i lartësuar thotë: "Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum." Ju janë leju, pra ato gra për martesë të tjerat, pasi që i tregon Allahu i lartësuar se kush janë gratë të ndaluara, me kush që ti kërkoni me pasurinë tuaj për martesë. Edhe këtu e kuptojmë bi amwalikum, me pasurinë e juaj, domethënë është fjala për mehrin që është obligativ. Është obligative dhe nuk lejohet domethënë që të bëhet martesa
pa mehr. Tash do ta përmendim çështjet në vijim se kur bie prej do të them pi kombinimit mehri edhe kur e cënon vlefshmërinë e nikahut. Fillimisht nuk lejohet domethënë që kujdestari i vajzës të merret vesh me djalin, domethënë që e kërkon dorën e vajzës së tij që ta martoj pa mehr. Përndryshe, nëse nuk përmendet mehri në fillim të martesës, ai mund të përmendet më vonë mes djalit dhe vajzës. Mirë po, nëse e marton pa mehr, atëherë i takon mehri el mithli. Çka el mehr el mithli? Është mehri ekuivalent në vlerë. Qysh kqyret kjo? Cili është ajo vlerë e mehrit? Shikohet tek nëna e vajzës, tek motra, te vajzat e agjes, te familjes, se çfarë mehri kanë marrë zakonisht, edhe ai mehri i takon edhe asaj vajzës. Thot Omeri radiallahu anhu që mos mi shtrajtu mehrin, porosit që mos trajtohet mehri në mënyrë që të nxitet dhe të inkurajohet në martesë. Dhe thot Omeri, sikur të ishte mehri shtrajtia, domethënë kërkimi i mehrit të shtrajt, si gjë fisnike dhe lavdushme, kish mi bo një hap të tillë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vajzat e tij ka kërku mehr, domethënë diku 400 dirhem, ndërsa për bashortet e tij 500 dirhem. Kjo duhet mu përkthy në vlerë, domethënë 1 dirhem është 2.5 gram argjend, kur të shumëzohet, pastaj edhe del edhe vlera që mi kuptu sa i bjen në kohën e sotme. Mirë po secila kohë i ka ato të veçantat e veta, me të cilat domethënë karakterizohet një kohë se sa është vlera e caktuar e mehrit. Dietarët të gjithë janë unanim që nuk ka kufi maksimal sa mundet më kon mehri. Mund të kërkoj domethënë mehr të lartë dhe varësisht domethënë nuk mundesh të më thon jo ke lyp shtrajt, atëherë nëse s'mundesh më ofru çat mehr, edhe nuk martohesh, nuk vazhdon hapa tutje. Sikurse edhe mehri minimal thash që nuk është i caktuar përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Sehlit që qoftë edhe një unaz prej hekrit, unaza prej hekrit nuk është se ka kush e di çfarë vlere, as atëherë po lemo tash që nuk ka pothuajse as pak vlerë, po duhet të jetë një vlerë simbolike që të quhet dhuratë e martesës. Pastaj çështja e mehrit nuk duhet të nëpërkëmbët ose të neglizhohet, nga se është mithakun ghalidh. Martesa është një marrëveshje serioze, është një marrëveshje shumë me peshë dhe me përgjegjësi, andaj edhe mehri duhet të jetë në konform të kësaj martese. Mund të jetë nga modestia, nga devotshmëria e vajzës që të ul mehrin, thashë që është preferuar të jetë dhuratë modeste, mirë po duhet të jetë mehri. Nga se vije çështja ose rëndësia e mehrit në rast të divorcit. Pastaj si do ta marrim në vijim se kur i takon i tërë mehri dhe kur i takon gjysma e mehrit. Çështja në lidhje me mehrin po ashtu, gruaja nuk lejohet të kërkoj mehr si dhuratë e martesës, për shembull nëse burri është i martuar paraprakisht me një grua dhe dëshiron ta marrë gruan e dytë, ta kërkoj për mehr që ta divorcoj gruan e parë, se kjo i ngjason nikahu shigar që e kena marrë në ligjëratën e kaluar, si kurzim i palidhshëm ose i pavlefshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abdullah ibn Amrit thotë la yahillu an yankiha imra'atan bi talakin ukhra, nuk i lejohet askujt mi martu një grua me kurth që ta divorcojë të tjetrën. Po ashtu në hadithin e Abu Hurairës thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tas'il al-mar'a talaka ukhtiha, nuk duhet ta kërkoj gruaja si dhuratë të martesës për mehr divorcimin e motrës së saj. Pra kjo është ajo çfarë mehri është i ndaluar. A lejohet që burri të shërbej gruas si formë e dhuratës së martesës, si dhuratë e mehrit, pra atëherë këtu i kemi dy çështje. Nëse ky shërbim nënkupton nënçmim, atëherë nuk është e lejuar një gjë e tillë.
pra një farforme sikur të jetë shërbëtor i saj, të kryej shërbime sikur që kryen shërbëtori për dikën, atëherë kjo gjë nuk është e lejuar, sikurse për shembull me fshi, me la rroba kështu me radhë, domethënë një grua nëse kërkon nga burri i saj, kjo këtë du si shërbim ose si dhuratë të martesës, një gjë e tillë nuk lejohet nga se kjo trashëgon në çmim dhe për ulje të bashortit. Nëse nuk karakterizohet domethënë me në çmim, atëherë është një gjë e tillë e lejuar, sikur për shembull të angazhohet në biznesin e saj e kështu me radhë. Pra të jetë një punë fisnike dhe jo një punë e nënçmuar. Kjo sa i përket domethënë kurrëzimit ose kërkesës së mehrit. Nëse është një mehr i palejueshëm, çka i ofrohet, për shembull, mi ofru alkool ose gjëra të ndaluara, atëherë martesa është e saktë, mirë po ai mehr ndrohet me mehr ekuivalent në vlerë. Mehr ekuivalent në vlerë. Domethënë kjo mund të jetë për shembull në mos dijen e gruas. Me pa dijen e gruas i ofrohet një mehr, thotë po unë do të ofroj një mehr me kaq vlerë, edhe ja ofron për shembull alkoolin, një diçka të ndaluar apo një material tjetër të ndaluar, atëherë martesa është e vlefshme, po mehri është i pavlefshëm, ndrohet me mehr që është ekuivalent në vlerë dhe atë e shikojmë se çfarë vlerë ka tek motra apo tek nëna apo çikat e axhës e kështu me radhë. Gjithashtu në lidhje me çështjen e kurrëzimit të mehrit, nuk i lejohet në mëdhëbin Hanbeli, babës i takon një të drejtë që të kërkojë edhe një dhuratë shtesë. Madje llogaritet sikurse ai ta merr atë mehrin për vajzën e tij. Nga se janë nisur nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluk li abik. Ti dhe pasuria jote i takojnë të gjithë babës. Pra, edhe ti, edhe këtë ka ki është pronë e babës. Ndërsa Imam Maliku, ata Tausi, Ikrame, Umar ibn Abdul Azizi, Sufjan al-Thauri, thojnë që mehri i takon tërësisht vajzës dhe askush nuk ka gisht në të. Pra është dhuratë enkas vetëm e vajzës dhe askush tjetër nuk ka të drejtë, qoftë ai kujdestari i vajzës, domethënë baba në këtë rast apo të tjerët. I lejohet babës kujdestarit të vajzës ta pranoj mehrin për vajzën e tij, edhe nëse është në vlerë më të vogël se mehri ekuivalent qysh e ka për shembull bashortja e babës, nëna domethënë e vajzës, motrat e kështu me radhë, ndërsa nuk i lejohet një gjë e tillë axhës e vllavit. Nëse pajtohet vajza për atë mehr, atëherë jemi në rregull. Po babës, kujdestarja që është kujdestari i vajzës direkt, i lejohet domethënë ta pranoj si mehr për vajzën e tij, qoftë edhe nëse për shembull nuk u pajtu vajza për atë mehr, edhe nëse është me vlerë të vogël dhe nuk detyrohet baba të ja kompenzoj mehrin, për dallim nëse pranon për shembull axha ose vllau, atëherë detyrohen që t'ja kompenzojnë në vlerë mehrin vajzës, nëse ai mehr është shumë i vogël edhe vajza nuk është dakurcuar, nuk është pajtuar me atë mehr. Kjo sa i përket domethënë çështjes së mehrit. Pastaj kemi një çështje tjetër më rëndësi, se mehri është i përcaktuar dhe i papërcaktuar. Nëse është i përcaktuar dhe dihet se çka është mehri, bien disa dispozita në lidhje kush kujdeset për këtë pasuni dhe kush duhet të nxjerrë zakatin për to. Nëse është i caktuar për shembull dihet është filon toka, është filon pasunia, ose filon mjeti i udhëtimit të kështu me radhë, varësisht çfarë i ka ofruar për mehr dhe vajza e din se cili është mehri, atëherë vajza është kujdestare e atij mehrit dhe obligohet për zhvillimin asaj pasunie. Pra është pasuni që është në dorën e saj. Qoftë ajo për shembull tokë, qoftë në diçka e mbjellë në një biznes e kështu me radhë, ajo domethënë obligohet, është pasuni e vetja. Mundet mi lënë vakëf, mundet mi dhon këtë sadak, mundet mi shit, është pasuni e tëra e saj. Po ashtu përgjithësinë e ka vetë vajza. Momentin që u bë martesa, është nënshkruar akti i martesës dhe është përmend mehri, atëherë ajo pasuni i kalon në pronësi i vajzës dhe vajza e ka atë pronësinë e plotë mbi të dhe mund të bëjë çfarë të don me to. Për dallim nëse është mehri i papërcaktuar akoma. Dhe bashorti në këtë rast është i obliguar që të kujdeset për atë mehr. Mund të jetë për shembull prodhimi
i kulturave të mbjella me një are kështu me radhë. Gruaja nuk e din akoma për çfarë mehri, janë marrë vesh që do të mirën vesh në të ardhmen dhe është një gjë e tillë e lejuar. Pra, sikurse fillimisht pëlqehet që mehri të caktohet në aktin e martesës, domethënë më një herë, për shkak që mos me lind keq kuptime dhe me shku deri në divorce, domethënë përplasje në mes bashkëshorteve. Mirë, po një gjë e tillë lejohet të shtyhet. Lejohet të shtyhet dhe nuk ka kufi maksimal. Kufiri maksimal është me vdekjen e burrit. Me vdekjen e burrit, atëherë grua si takon ai meher i plot, qoftë pe pasunisë që e ka, domethënë, apo i merret pe trashëgimisë së tij. Është një meselë tjetër më rëndësi. Meselja thot në uqdetul nikah, kjo akti i marrëveshjes së martesës, në dorën e kujt është, ka mos pajtim në mesin e dietarëve. Xhumhuri, medhebi Hanbali, medhebi Shafi dhe medhebi Hanefi thojnë që marrëveshja e martesës, përgjegjësia për marrëveshjen e martesës është në dorën e burrit. Është në dorën e burrit. Burri domethënë është ai përgjegjësi për marrëveshjen e martesës. Domethënë kujdestari i vajzës ja ofron vajzën, ky e kërkon, i thotë apo pranon e pranoj dhe domethënë marrëveshja e martesës i takon burrit. Ndërsa në medhebin Maliki dhe këtë mendim e ka përcjell edhe Ibn Taymije, edhe Ibn Qayyimi thojnë që kujdestari i vajzës është ai në dorën e të cilit është marrëveshja e martesës. Këtu ka të bëjë me meselja është që nëse ndodh divorci, i kemi dy raste. Rasti i parë është kur një burr edhe një gru janë martu dhe kanë pas marrëdhënie intime. Edhe ky burr është veçuar me gruan e tij, ka pas marrëdhënie intime me të, edhe e ka divorcu. Mehrin të cilin ja ka përmend ose e ka kërku vajzën në marrëveshje, i takon gruas komplet. Nëse një rasti i parë, rasti i dytë, një burrë dhe gru martohen dhe nuk veçohen në vetmi, nuk vetmohen, pra nuk kanë marrëdhënie intime. Me njëherë sa kryen marrëveshjen e martesës, çatë në takim ose si del pi takimit me kujdestarin e vajzës e divorcon. Atëherë mehri, veç me kontratën e martesës, vajzës i takon gjysma e mehrit. Ta ose për shembull mehri ka qenë 10.000 euro dhe e ka divorcu, para se me pas marrëdhënie intime me të, i takojnë 5.000 euro vajzës. Allahu i lartësuar në Kur'an thot: "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida." Thot, nëse i ndani ose i divorconi gratë para se të keni marrëdhënie intime me to. Wa qad faradtum lahunna farida, dhe jo keni caktuar shumën e martesës, pra jo keni caktuar mehrin. Fa nisfu ma faradtum, gjysma e asojnë që ka keni obligu, illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. Domethënë munër, gjysa i takon grus. Për thot Allah i lartësuar, përveç nëse ja u falin. Kush ja u falin? Gratë. Ose ja fal, domethënë pjesën e mehrit, nuk ja takon, masi për shembull ja ka dhënë 10.000, burri tash i takojnë që më ja kthy 5.000. Nga se e ka rrshu para se me pas marrëdhënie intime me to. Po thot, veç nëse ja falin gratë, ose ky burri ja fal, si ja lyp pas çat 5.000, ja fal komplet. Çto është ai diskutimi i dietarëve se në dorën e kujt është marrëveshja e martesës. Domethënë që kjo falje që është Allahu i lartësuar vazhdimisht e përmend, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, e të falësh është më afër devotshmërisë, wala tansaw al-fadla bainakum, dhe mos e harroni mirësinë në mesin e juve, inna Allah bima ta'maluna basir, Allahu është mbikëqyrës dhe gjithshikues në ato çfarë veproni. Domethënë xhumhuri, përmendëm, Malikit janë në pjesën e kundërt të xhumhurit, janë Shafit, Hanefit dhe Hanbelit, janë që dora ose ai që e ka në dorë marrëveshjen është burri, ndërsa Imam Maliku thotë që është kujdestari i vajzës ai që e ka në dorë, domethënë që lidhjen e martesës. Dhe mendimi më i saktë është i xhumhurit. Pastaj e kemi një lidhje tjetër më rëndësi. Nëse ka mosmarrëveshje mes palëve lidhur me thelbin e mehrit. Se çka është mehri? Ka diskutim mes burrit dhe gruas. Kujt i mirët fjala? Nëse shkojnë në gjykat, por gjitha këto dispozita që kemi marrë në vim kanë të bëjnë tash me lidhje kur fillojnë, domethënë kur shkon mirë martesa, nuk komplikohet çështja, por kur komplikohet martesa dhe fillon pjesa e ndamjes mes burrit dhe gruas, atëherë domethënë dekzohen gjitha këto meselet në lidhje me mehrin. Për shembull, ka mosmarrëveshje në lidhje me burrin dhe gruas se çka ka mehri.
atëherë mehrin kush e ka obligimin dhon? Ka burri. Atëherë mirret fjala e burrit me betim. Betohet dhe thotë ky ka qenë mehri, këtë cilin ja kompremtuar dhe është e ka pranuar domethënë bashortja. Ndërsa nëse aja ka dorëzuar mehrin apo s'ja ka dorëzuar mehrin, atëherë këtu është fjala e gruas, se në esencë nuk ja ka dorëzuar. Gruaja është ajo që e din më së miri ajo ka dorëzuar mehri apo jo. Pra, përmbajtja e mehrit është fjala e burrit me betim. Aja ka dorëzuar s'ja ka dorëzuar mehrin, burri gruas, është fjala e gruas, nga se në origjinë mehri është i padhënë. Në origjinë mehri është i padhënë, pastaj gruaja e din ajo ka dhënë apo jo. Nëse në çështjen e martesës janë dakordu për një mehr të caktuar dhe pastaj fshehtas janë dakordu për një mehr tjetër, atëherë mbetet fjala e mehrit të fundit, të cilët janë pajtuar burri dhe gruaja. Burri dhe gruaja dhe kanë obligim mi përmbajt, domethënë kësaj marrëveshje, sa Allahu i lartësuar thotë ja ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, mbani premtimet sa ato janë të detyrueshme. Pastaj e kemi një çështje tjetër lidhje me rëndësinë me mehrin, është se nëse burri e ka martu gruan, domethënë e ka kërkuar dorën sapo e ka bërë marrëveshjen e martesës, pra kam fjalën jo marrëveshjen me shkrim, se përpara nuk i kanë shkruar hiç, domethënë unë sodit shkruhen marrëveshjet, mirë po është fjala kur burri kërkon dorën e vajzës në prani të dëshmitarëve dhe kujdestari i vajzës thotë qoftë për hajër. Domethënë që kjo pranimi dhe kërkesa kur ja jep domethënë dorën apo e pranon domethënë për martesë, edhe kur e kërkon dorën që kjo është martesa. Nëse ka ndodhur kjo martesë edhe burri pas një dite hala nuk është vetmuar me gruan e tij, vdes. Atëherë mehrin të cilin ja ka jap gruas i takon mehri nëse nuk është i caktuar, nëse s'është caktuar, veç është përmend se duhet mi jap një mehr, e kanë lënë mu taku për mi caktuar mehrin, nëse mehri nuk është përmend se çka do të jetë, atëherë gruas i takon mehri ekuivalent. Mehri ekuivalent dhe këtë e kemi me hadithin Makil ibn Sinan, i cili i tregon për një vajzë Barwa bint Wa'shin, thotë se kështu ka gjykuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rast të vdekjes së burrit, të cilit i kishte vdekur burri, pa u vetmu me gruan dhe pa u caktuar mehri, atëherë i takon gruas mehri ekuivalent. Mehri ekuivalent e cakton gjykatësi ose gjykata shariatike dhe mirret për bazë domethënë zakoni i asaj familje ose atij fisi se çfarë mehri e kanë. Pastaj kemi një çështje më rëndësi. Mehri, nëse është përmend mehri, është e kuptueshme, domethënë merret mehrin që e ka pas të caktuar, edhe trashëgon burrin, edhe duhet me prit idetin, domethënë sa e ka të caktuar, të cilën do ta marrim në ligjëratën e ardhshme, ku do të flasim në lidhje me idetin që është pritja e gruas në rastet e caktuara, në rast të vdekjes së burrit, në rast të divorcit, edhe kështu me radhë. Kemi një çështje më rëndësi, është ahkamul mufawwida, janë çështjet e delegimit. Delegimi është dy llojesh. Delegimi është mas pari delegim i tërësishëm, delegim për martesë, që këtu është në pyetje domethënë që burri mi marr përsipër baba, kujdestari i vajzës, që është mi marr përsipër domethënë martesën e vajzës, dhe kemi delegimin specifik vetëm të mehrit. Pra, delegimi i madh i përgjithshëm është delegimi i martesës, delegimi specifik është delegimi vetëm i mehrit. Domethënë çka i bën delegimi? El mufawwida i bën mi autorizu dikon, domethënë që dikush tjetër me ta kryej punën tënde. Dikush tjetër mi kryej punën tënde ose mi marr atë detyrën që e ke ti përsipër. Kemi disa çështje më rëndësi. Te çështja e delegimit të mehrit është kur e kemi vlefshmërinë e aktit të nikahut, kur për shembull një palë mund të jetë nëna e vajzës në çështjen e pranimit të mehrit. A vlen ajo martesa apo jo? E kemi që martesa është e vlefshme, mehri i takon ekuivalent dhe bashortja ka të drejtë të njihet me vlerën e mehrit. Edhe që ky mehri ekuivalent njihet në bazë të martesës. Në vendin tonë zakonisht duhet domethënë të pyeten motrat edhe nëna apo
çikat e haxhit, se çfarë kërkojnë për mehr zakonisht në një familje, po zakonisht, elhamdulillah, çështjet janë më të qarta, tashmë me ngritjen e vetdijes në mesin e muslimanëve, janë të qarta dhe kërkohen mehr të caktuar. Dhe mehri, unë thash, fillimisht është i rëndësishëm për shkak në rast të divorcit. Në rast të divorcit, kjo e shtrëngon pak a shumë marrëveshjen mes burrit dhe gruas. Dhe i jep një farë lloj serioziteti. Një farë lloj serioziteti që burri në rast që do të mirëshu gruan, obligohet, domethënë nëse se ka dorëzuar komplet mehrin, obligohet t'ia dorëzoj atë mehr gruas. T'ia dorëzoj komplet mehrin. Të mos jetë domethënë një farë forme, një farë loje me vajzat e muslimanëve kështu me radhë, kur të jetë mehri i vogël. Andaj unë preferoj domethënë edhe në nxis që mehri të jetë jo shumë i shtrejt, po të jetë i përballueshëm, po edhe jo shumë i ulët që të nëpërkëmbet edhe të bëhet hajgare me të. Mirë, po është një farë dhurate serioze, për shkak se marrëveshja e martesës është serioze. Marrëveshja e martesës është serioze. E kemi një çështje tjetër më rëndësi, është përveç mehrit, i kemi edhe disa dhurata të obligueshme nga bashorti për gruan. Allahu i lartësuar thotë: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Në mesin e dietarëve janë për qëllim ato dhurata kur burri e lëshon gruan, obligohet sipas Ibn Taymijes, obligohet që t'i jep dhurat gruas së tij. Domethënë, nëse i ka dhënë dhurata në rastin e martesës, i bën që mos mi kërku ato dhurata, nga se janë çështje obligative. Pra, përveç mehrit, e shka pjesë e mehrit, mehri është ajo dhurata që kërkon vajza, ndërsa dhuratat janë shtesë që zakoni i cakton, zakoni i një vendit. Mund të jenë, domethënë, rroba, mund të jenë stoli, mund të jenë të ndryshme, çfarë burri zakonisht ose familja e burrit ja u dërgon familjes së vajzës. Këto dhurata, Allahu i lartësuar thotë haqqan alal muhsinin. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah argumenton me këtë pjesë se janë obligative. Për mi o dorëzu, domethënë bashortës. Edhe nuk lejohet, domethënë kërkimi i tyre mbrapa, të kthehet në rast të divorcit. E kur i takon mehr i plot gruas, e kemi në rast pra që nëse vdes burri, i takon mehr i plot, pastaj pas kontaktit intim, nëse e lëshon, domethënë, normal nëse vazhdon martesën e ka obligative me dhon atë mehr, dhe gruaja thash është pronare e plot atij mehri, dhe nëse ajo pasuri e mrin nisabin, duhet mi nxjerr zakatin, e kështu me radhë të gjitha ato dispozitat që kanë të bëjnë me pasuninë, pra është mund ta jep vakëf, mund ta përdor, mund ta zhvilloj, është pasuri e saj. Dhe në mëdhëbin Hanefi dhe Hanbali është që edhe nëse veçohen me njëri tjetrin, burri dhe gruaja, vetëm mu veçu e kanë obligim domethënë gruaja mi marr komplet mehrin. Pra burri dhe grua e kanë lidhur marrëveshjen e martesës, mirë po nuk kanë pas marrëdhënie intime, po vetëm janë veçu. Ka ardhur disa transmetime që Omeri edhe Ali radhiyallahu anhu thotë, nëse janë lshu perdet, pra janë vetmu me një dhomë, atëherë obligohet i tër mehri. Këtu ka diskutim në mesin e dietarëve, mbase mendimi më i saktë është, edhe pse ka domethënë transmetime prej sahabeve, mirë po ka diskutim në lidhje me çështjet a janë të sakta që transmetime prej sahabeve apo jo, edhe a ka kundërshtim në mesin e sahabeve, atëherë kthehemi te rregullat e usulit se qaulu sahabi, fjala e sahabiut, kur është argument dhe kur nuk është argument. Më sakta është që fjala e sahabiut është argument nëse bëhet e popularizuar në mesin e sahabeve dhe nuk ka dikush që e kundërshton. Nuk ka dikush prej sahabeve që e kundërshton. Dhe jo kjo si fjalë e sahabiut, po në bazë se ixhmas, është një lloj ixhma sukuti, konsensus në heshtje. Pra ixhma, pajtim në heshtje e sahabeve që e kanë ditë ata ndonjë hadith që ndoshta neve na u ka fshehur, apo ndonjë mënyrë të argumentimit prej ajeteve që nuk na u përcjell neve përmes haditheve të tjera. Domethënë,
diskutimi në mesin e dietarëve është, a i takon mehr i plot gruas në rast që burri është veçuar me ta edhe e ka divorcu, por nuk ka pas marrëdhënie intime me ta. Domethënë, këtu është Hanefit dhe Hanbelit thonë që i takon, ndërsa pjesa tjetër e Shafive edhe Malikive thonë që nuk i takon mehri i plot. Pse? Se nuk ka pas marrëdhënie intime me të. Domethënë, edhe ky është ai kushti kryesor. Po ashtu në mëdhemin Hanbeli, domethënë edhe autori e përmend që vetëm nëse kënaqen fizikisht pa pas marrëdhënie intime, i takon mehr i plot gruas. I takon mehr i plot gruas. Pastaj kemi edhe disa çështje çështjen e lidhje me martesën, se ai takon mehri nëse dikush për shembull Allah na ruaj, domethënë bien në zina, ai burri që ka bërë marrëdhënie me një grua jashtëligjshme, a kërkohet mehri prej tij apo jo? Ka diskutim në mesin e dietarëve, ai nuk kërkohet me mehr, mirë po autori e përmend që thotë duhet i merret mehri në mënyrë, pra nëse pendohen, pastaj nëse kërkohet domethënë që ta vazhdojnë martesën, atëherë kërkohet të ligjësohet ajo martesë. Pastaj kemi çështjen nëse dikush e prish, domethënë ja humb virgjinitetin dikujt në mënyrë të jashtëligjshme, a kërkohet mehri apo kompenzohet dëmi që ju ka shkaktuar. Saktë është që i kërkohet domethënë kompenzimi i dëmit që ka shkaktuar asaj vajze. Kjo në rast për shembull, nëse dikush ka në kontroll mjekësore dhe ndodh ndonjë lëndim tek vajza dhe e humb virgjiniteti i vajzës, atëherë kërkohet që t'i kompenzohet ky dëm që ju është shkaktuar. Allahu alem, këto janë disa prej argumente, domethënë meseleve që ka të bëjë në përgjithësi me çështjet e mehrit dhe degëzimet e saj. Mund t'i ktheheni në libër për në detaje më të shumta që ju kërkohet në provim. Pastaj kemi në lidhje me çështjen e gostia dasmës dhe etika ngrënies dhe pijes. Fillimisht në lidhje me ngrënien dhe pijen, duhet t'i përmendim disa etika shkurtimisht. Dhe pastaj do të flasim në lidhje me dasmën. Këto etika mase ndoshta i mësoni edhe i keni mësuar në lëndën e hadithit, po mirë, po ne do t'i përmendim vetëm si titull dhe ju i ktheheni argumentimit në libër. Fillimisht a obligohemi me ju përgjigj dasmës apo jo? Mas pari, dasma është sunet apo është obligative? Në mesin e mëdhëbeve, vetëm mëdhëbi Shafii thotë që është dasmja, domethënë dasmja është për qëllim, domethënë gostia e dasmës. Gostia e dasmës, shtrimi i ushqimit për të ftuarit në rast të martesës. Për këtë është domethënë gostia e dasmës, el walime që ndryshe quhet, për këtë domethënë është ajo çfarë flitet në librat e fikhut. A është obligative apo jo? Është sunet. Është sunet, nuk është obligative, ndonse mëdhëbi domethënë Shafi e llogarit sikurse obligative. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abdulrahman ibn Aufit, "Aulim walau bishat." Shtro gosti, domethënë gostiti njerëzit, qoftë edhe me një dele, po lejohet edhe me pak se një dele. Është pra diçka e preferuar të shtrohet gostia në lidhje me dasmën. Ajo çfarë është e obliguar në lidhje me dasmën është njoftimi i njerëzve që martesa është realizuar. Madje ju kujtohet tek ato kushtet e martesës, kemi thonë që Sheikhul Islam ibn Taymija e llogarit që në mungesë të dëshmitarëve vetëm njoftimi që ka ndodhur martesa e zë vendin e dëshmitarëve dhe e kryen rolin dhe martesa është e vlefshme. Pra, të bëhet e madhe martesa që është e martuar dhe të mes domethënë njerëzit mos mjolon derën njerëzve që më parë gjikut të tjerët, siç e dini hadithin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke ecur natën me Safijen, nënën e besimtarëve, dhe dy sahabi kur i kanë pa që është pejgamberi me bashortën e vet, i kanë shpejtuar hapat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thonë? Ndalni, se kjo është Safia, është bashortja ime. Thotë, në ty me dyshu, na nuk kemi që dyshojmë, thotë, ju nuk dyshoni, po shejtani është ai që ecë në enët e gjakut, domethënë të njeriu dhe mund t'i përshpërit njerëzve. Andaj edhe për objektivave të gostisë së martesës është domethënë shkëmbimi ose ndarja e atij gëzimi që e përjeton bashorti dhe bashortja dhe nderimi i mysafirëve dhe në anën tjetër njoftimi, që kjo është ajo objektiva kryesore e njerëzve me realizimin e martesës, Pastaj, ne si të ftuar,
në një darsim. A kemi obligative me përgjigje apo jo? Këtu ka diskutim në mesin e dietarëve. Diskutimi është që fillimisht është obligim farz ain, wajib, domethënë një përgjigj, kjo është mendimi i parë. Këtë mendim e kanë Imam Maliku, Imam Shafiu, edhe Imam Ahmedi. Ibn Umeri radiallahu anhu, transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që përgjigjuni ftesave, përgjigjuni ftesës së martesës. Kush ju fton, përgjigjuni. Madje Ibn Umeri ka shkuar për ftesa edhe duke qenë agjërueshëm. Nëse ka kon me agjërim obligativ, ju ka treguar që nëse kon domethënë në një kompenzim ose në një kaza ose pjesë, nëse ka ndodhur për në Ramazan, ka thonë unë jam agjërueshëm. Nëse është agjërim nafile, domethënë Ibn Umeri u shku në gosti të darshmës duke qenë edhe vetë agjërueshëm. E nëse është agjërim nafile, dikush është duke agjëru, atëherë mendimi më i saktë është që shikohet ai që të ka ftu. Ai që të ka ftu. Nëse i prishet qefi, se ti je agjërueshëm dhe nuk e ka hënë nga ushqimi që të ka ftu, atëherë është më preferuar që të prishet agjërimi që përderisa është nafile. Edhe kompenzohet pastaj e vazhdon ti domethënë atë agjërimin një ditë tjetër. E nëse ati nuk i prishet, domethënë qefi, nuk sikletov, se domethënë që ti je agjërueshëm edhe nuk han nga gostia të cilën ka ftu, veç fakti që ju ke përgjigj ti e ke kryer obligimin. Ama tash jemi duke fol për diçka të pëlqyer, atëherë mund të vazhdosh agjërimin dhe ky është ai mendimi të cilin e mbron Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Po ashtu, po kthehemi te mendimi. A është obligative apo jo me përgjigj ftesave? Mendimi më i saktë është që përgjigjja e ftesës në darsëm dhe të tjera është farz kifaje. Është farz kifaje. Ndërsa ata të cilët e kanë mendimin që është obligative, i kanë përmendur disa kushte. Mas pari, obligative e ki për shembull nëse që ajo gosti përsëritet disa herë, e ki obligim vetëm në herën e parë. Hera e dytë, që ai që të ka ftuar më kon besimtar. Kushti i tretë është që më kon ftesë private, vetëm atëherë mund të bëhet obligative. Jo më thon për shembull në mënyrë publike, jeni të ftuar gjithë. Kur jeni ftuar gjithë, nuk vjen obligimi bashkë te ti personalisht. Atëherë kalon më një herë në farz kifaje. Po ashtu, ai pi kushteve të cilët është më i theksuar në kohën tonë, më kon ambienti i pastër nga të ndaluara, nga përzimja, nga gjëra të ndaluara sikur muzika, lakuritësia, kështu me radhë, dhe gjithashtu e kanë kushtzuar që në gosti mos të përjashtohen të varfrit, po të kenë pjesë, domethënë që marrin pjesë edhe të varfrit. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qortuar atë ushqim dhe e ka quajtur si ushqimi më i lig, është në atë të cilën ftohen vetëm të pastrit e nuk ftohen të varfrit, dhe po ashtu domethënë që më kon ti në prezent, mos më kon për shembull në udhtim me të ftesa. Nëse je në udhtim atëherë je i arsyetuar. Kjo sa i përket domethënë në lidhje me darsmën në pika të shkurtra. Çështja e edukatës së ushqimit, fillimisht duhet ta kemi një rregull. Rregulli për mi kuptu drejt çështjen e edebeve në përgjithësi në fe, kur janë obligative dhe kur janë të pëlqyeshme dhe kur janë të ndaluara dhe kur janë makruh, e kemi kështu. Nëse urdhrat shariatik qofshin ajete apo hadithe kanë të bëjnë me kapitullin e etikës, me edebet, atëherë urdhri nënkuptohet si e pëlqyeshme. Ndërsa ndalesa nënkuptohet sikur makruh. Pse? Se është kapitulli i edebeve dhe i etikës. Përndryshe, nuk mund është mi thonë dikuj në çështje të edukatës, vjen një hadith obligativ, në formën urdhërore, që është obligative, nga se ju shkakton njerëzve siklet të lashe në zbatimin e të gjitha edebeve për shkak të numrit të shumtë që janë, edhe për shkak që të gjithë dietarët, 4 mëdhëbet e kanë mbartur këtë kapitull në këtë formë. Pe edebeve është me thonë bismillah, normal para ngrënies dhe pijes, me thonë elhamdulillah në fund, pastaj me hungër para vetes, me hungër me dorën e djathtë, me ushqy me tregishta në ato vende në të cilat hahen direkt me duar dhe ushqimet që hahen me duar, ndërsa në vendin ton, Allahu alem, edhe përdorimi i lugës, domethënë arrin inshallah këtë sunet në zbatimin e këtij suneti, përderisa edhe luga kapet me tregishta, edhe këtë ushqimin me gishta zakonisht mund ta shihni në vendet arabe, mirë po edhe në vendin tonë janë disa ushqime të cilat hahen përmes durve. Pastaj është sunet, domethënë pastrimi i dhëmbëve, larja e durve para se më hungër, fshirja e pjatës, nga se nuk e dijmë se ku mbesin ose ku është caktuar bereqeti, dhe po ashtu
nuk preferohet domethënë që të shihen të tjerët me vrasësi e kështu me radhë, sidomos nëse shkon domethënë në gosti. Ideja është që mi fut gëzimin në zemrat e besimtarëve, po ashtu nga edepet është që kur të pish me pi 3 herash, domethënë bismillah, me pi një herë, një gëllëng, me thonë elhamdulillah, me pas pauzë domethënë kur e pin ujin dhe e çon në bark, me pi me 3 glënka. Pastaj gjithashtu me i respektuar rendin dhe janë disa zakone në lidhje me ngrënien dhe pijen, janë çfarë zakoni shoqëror i përcakton ato se çka është e preferuar dhe çka është e qortueshme. Për shembull, nëse dikush të fton dhe je ul në tavolinë, domethënë kur me fillu me hongër, atëherë kthehet në zakonin. Nëse të ka ai zoti i shtëpisë, ka nënkuptuar që ulja jote mund të fillosh me hongër, dhe nuk prish punë që me fillu me hongër më njëherë, pa kërkuar lejen e tij. Po ashtu çfarë preferohet në fund është që të lutesh për atë të cilin të ka ftuar në gosti, të lutesh për bereqet apo me ato lutje të cilat janë përmendur apo janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në fund nga etika e ushqimit është që qortohet ushqimin të cilin e han mi kthy në enë nëse është ena e përbashkët. Nëse ena përbashkët për shkak që mos mi shkaktuar neveri të tjerëve, po ashtu qortohet mi konsumu ose mi hongër ushqimin i cili nëse është shumë i nxehtë, edhe kështu me radhë. Kjo sa i përket ushqimeve. Disa etika tjera në lidhje me darsmen apo gostin është që lejohet përdorimi i defit i cili nëse vjen dallimi mes defit edhe tarabukit. Defi është i kapën vetëm njërën anë, ndërsa pjesa poshtme është e hapne. Ndërsa ai tarabuku, duke që i thojnë, është i lidhen në 2 anët. Kjo është i ndaluar. Defi është i lejuar mirë po me kush që të mos ketë asi hallhallat e hekrit, domethënë ato si zile, edhe kjo është e lejuar tek vajzat në veçanti. Domethënë lejohet të përdoret edhe po ashtu pas sunet lëkut, po ashtu pas rikthimit të gjatë, nëse dikush është kthy te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi u kthy nga një betejë, një vajzë thotë jam zotu që mi ra defit nëse të bjen Allahu shëndosh e mirë. Po ashtu gjatë festës në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Aisha e transmeton që disa vajza, domethënë, kanë këndu si poezi të eposit të ansarëve, si poezi të si fjalë, si në formë të këngës, mirë po pa instrumente se muzika është ndaluar padyshim. Dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka hyrë në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë qysh në shtëpinë e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam ka zhurma të shejtanit. Edhe këtu e kupton që në përgjithësi në parim defi gjitha këto janë të ndaluara. Por vetëm në raste të veçanta, në rast të martesës, në rast të sunetlisë, tek vajzat, është një gjë e tillë e lejuar. Edhe këta e shohim se qysh Ebu Bekri ka reagu. Sikur ta dinte që është gjë e lejuar, edhe shumë normale, s'kishte më reagu. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë lej o Ebu Bekr, se çdo popull i ka festat e tij, e kjo është e jona. Kjo është e jona dhe në lidhje me muzikën, mase e keni marrë edhe në lanë tjera, mirë po çështja është e prerë dhe vetëm kush don, domethënë me bëj interpretime që mi shku për shtati joshi ato dëshira ose epsheve të tij, se përndryshe muzika është ndaluar dhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregon dhe thotë do të jetë nga ummeti im që do ta përligjin, do ta lejojnë përdorimin e mendafshit, konsumimin e alkoolit dhe përdorimin e instrumenteve muzikore. Andaj besimtari duhet të largohet nga dëgjimi i muzikës dhe të këshillojë edhe të tjerëve, nga se momentin që gjendet muzika, atëherë nuk i le vend Kuranit dhe mbase kjo është ajo në pika të shkurtra në çështjet e gostisë të dasmës, etikës së ngrënies dhe pijes dhe në dispozitat e mehrit. Lutim Allahun e lartësuar të na shtoj dije të dobishme dhe të na bëjë dobi nga kjo çfarë dëgjuam. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.